Mirë se po takohemi të dashur miq të emisionit Familja Jonë. Këtë diel në prag të ditës së pavarësisë së Kosovës, emisionin Familja Jonë i a dedikoj mantelbardhëve. Atyre që kontribuan pa u kursyer gjatë luftës së viteve 1998-99 dhe jo vetëm. Mjekëve, infermierëve dhe mamive që në kohët më të vështira u kujdesën për jetën, shpesh duke rrezikuar edhe të tyren. Disa prej tyre dhanë edhe jetën, duke shpëtuar jetët e të tjerëve. Edhe atë kishin shku të vllau im, edhe kanë thonë, Sadia po mungon, po këto i pas ka përgadit për neve. Me shku me lyp qikën, o sa moment i vështirë ka qenë, kër i këmë thonë, s'kam bjetu, qysh aja. A e qumë në bashkë, e lam aty e pësa mos me... Me ndishme ku mbani edhe muë mundi keq se unë si djali i ri nuk jam aty, dhe sa baba i shokut që më kishte thirrë, a gjapa i kindjerë që tani nuk jeton ma, ishte aty edhe se ndoshta janë këto momente emocionale. Edhe kime hongër qasi dajake, që kur kom shku në shpe, njerë kena shku në Terez, mu ka dhonë ndihma e parë se kisha lëndimet në dhaja, gjak derdhje. Shkujmë të mazja jonë, e qënë nalt, s'ka mjellë, asa tiske. E ka gjuat kapokën e mazjës edhe thëtë, neve sonte për në vraj kanë kredve. Takohemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.